PDK-ja dhe kryetari PDK-s duhet ta ketë parasysh se nuk është Hashim Thaçi. Dhe nuk është njeriu i fuqishëm që nuk e ka bërë dysh fjalën askush brenda partisë. Dhe ata që e shohin partinë si biznes dhe shohin se përmes partisë mund t'ju rritën kuletat, duhet me u përshëndet me partinë. Kështu që nuk e di nga ju ka ardhur urdhni, nga ju ka ardhur ideja për me votu, por mendoj që ka qenë gabim. Ma mirë është Kosova që të shkoj në zgjedhjet parakohshme ose të jashtëzakonshme, por me qenë në opozitë, në qendër, në qeveri, edhe me qenë në pushtet, në Prishtinë ose në Pej ose në Gjakov ose kudo, unë mendoj që është anarki partijake kjo. Nga pritjet në ato që ka ndodhur nuk është realizuar ajo që ka pas PDK-ja si dëshirë ose si projekt për me realizu. Kem pas edhe historina të ndryshme, edhe brenda PDK-s, që s'ka pas në të kalumen, por kjo është fuqia që ja ka dhënë PDK-s dhe ja jep elektorati i saj. PDK-ja dhe kryetari PDK-s duhet ta ketë parasysh se nuk është Hashim Thaçi. Dhe nuk është njeriu i fuqishëm që nuk e ka bërë dysh fjalën askush brenda partisë. Ramizi ka, ju menoj, po kështu edhe është. Ramizi ka fitu kundër kryesisë Partisë Demokratike, pra ka mujt kryesinë në Partisë Demokratike. Ramizi ka mujt qatë pjesën e degës së Partisë Demokratike Ndrenas që kanë qenë kundër tij, e ka mujt kandidatin dhe i ka mujt edhe 3 kandidata, sa kanë qenë tjerë, dhe ka fituar. Do duhej me u diskutu dhe me reflektu që të mos përsëritën ngjarje të tilla. Ka pak kënaqësi, normalisht se ka shoqëni, ka gjenerata, disa janë shok klase, disa janë shok biznesi, disa janë shok të studimeve, disa janë shok të luftës, disa janë shok të organizatave të mëhershme të cilat kanë vepruar, dhe kjo është një bashkim i njerëzve. Dhe normalisht me shok me cilët i kanë klasë, normalisht je më afër, se nuk e shoh partinë si biznes. Kjo është problemi. Dhe ata që e shohin partinë si biznes dhe shohin se përmes partisë mund t'ju rritën kuletat, duhet me u përshëndet me partinë. Kush do qofshin ata. Kush do qofshin. Ata që janë mësuar me të ndera dhe duan me pas partinë për të ndera, dhe duan me qëndru në drejtim partisë, për shkak të nderave nuk duhet me ne. Po PDK-ja e ka kalua fatin e zgjedhjeve të reja, kemi bën një kuvend sa për ta plotësu anën ligjore të mbajtjes së një kuvendi, ku kemi rikonfirmu kandidatin për kryetare, kemi votu, dhe sipas marrëveshjes, me njëherë mas zgjedhjeve duhet filloj procesi zgjedhor në krejt partinë, edhe pastaj del edhe kryetari që zgjidhet në Kongres. Ka qenë gabim shumë i madh, sepse kanë votuar së pari në kundërshtim me vendimin e Këshillit Drejtues të partisë, në kundërshtim me zotimet që ka bërë kryetari i partisë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të partisë ose Këshillit Përgjithshëm. Kështu që nuk e di nga ju ka ardhur urdhni, nga ju ka ardhur ideja për me votu, por mendoj që ka qenë gabim, sepse shiko, unë e njoh atë Bashën dhe unë kam pas tana edhe të raportet mira, nuk kam personale kur gjë. Por shkrimi i tij, angazhimi i tij me për ta denigru UÇK-n dhe njerëzit e UÇK-s, ata që kanë drejtu UÇK-n, para opinionit botnor ka qenë vepër shumë e rëndë. Ma mirë është Kosova që të shkoj në zgjedhjet parakohshme
ose të jashtëzakonshme, ose të bëjnë një qeveri kalimtare, teknike ta quajmë, për t'i kriju vetës, ose për t'ia kriju Kosovës një mundësi të re, sidoqoftë unë nuk e besoj që deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës do të votojnë ose do të futen në sallë për të votuar diçka që është në kundërshtim me qëndrimet e partisë. Në qoftë se ka pas gjuhë të toksifikuar dikush për politikanëve në Kosovë, më toksike që ka pas gjuhën Albin Kurti se ka pas askush disa. Po them, nga gjithë kryetarët e partive politike, nga gjitha strukturat e gjitha partive politike, Kurti është flamurtari i gjuhës toksike dhe i toksinimit të ambientit politik në Kosovë. Dhe edhe në fund të zgjedhjeve ju e dini se si e quajti opozitën. Në qoftë se Partia Demokratike do të hynte në qeveri me Albin Kurtin, unë mendoj që edhe me hyjë në pushtetin lokal bashk nuk do të prishte punë. Ashtu siç mendoj edhe me LDK. Por me qenë në opozit, në qendër, në qeveri, edhe me qenë në pushtet, në Prishtinë, ose në Pejë, ose në Gjakovë, ose kudo, unë mendoj që është anarki partijake kjo.